Çfarë dëmesh janë për të shtëpia? Dëm nga mbrapa është mbushur 1 metro e ca vetëm gjan. Vetëm gjan. Mezi kam qenë sabah që po torturojnë. Kemi 2 ditë, dje dhe sot, pardje, kemi 3 ditë të izoluar. Nuk na erdhi njeri që na thoshte, do një bidon ujë moj, zonja. As ujë, as buk, as tutje, as ujë. Ku ndënjet kur do li? Brenda në shtëpi. Ujë, vetëm ujë. Vetëm ujë brenda. Vetëm ujë. Prandaj, më të flas edhe ai çka ka. Tani çfarë po bëni? Tani po heq ato gjanën nga mbrapa se është mbushur se dhit që kam kisha kutivia, s'kam kutivia, i kam brenda flëmë dhit me pula. Flëmë qënd, kam 3 këtu, 3 nga mbrapa, 6 qënd. Po jam në supilli do qënd. Po para 4 vjetëve. Ka para 4 vjetëve. Na morën me varkë, të thash. Na morën me varkë këtu, ja. Na nxorën këtu, ai fjeraku na nxorën lart. E më la atje si qëni, e nuk më tha njeri, hajde më zonjë, futu bra, ose na një goduj. Unë kam Valentina. Po juve, ju erdhi njeri këtë herë. Mua më erdhi kryeplaku fshatit, nuk gënjej se është gjuna. Më erdhi kryeplaku jam këtu. Ai të pish kafe, i thash unë nuk kam kafe. Ai të pish kafe, s'kam kafe, i thash unë edhe turprova. Em dëgjoj tha, mini masat, bure grua, bëni çfarë të doni tha. Unë ju them, ju paralajmëroj që hajdeni tha. Kemi komun të hani dhe buk. Unë s'jam në hapërin të buk. Nese, ai e bëri detyrën e tij, faleminderit. Hidhi një firmë këtu tha që unë u paraqita. Që u lajmërova. Në rregull, faleminderit i thash unë. A, ty përshëndej? I thash po kafshën ku do ta çojmë? Baktin, shpendët, ku do t'i çojmë? Masa vetëm për 2 veta. Se ata të tjera. Po nuk na